Ballon Fest në Sydney Class, i njohur edhe si Festa e Paqes, është një nga festivalet më të mëdha të balonave me ajër të ngrohtë në Evropë. Ai organizohet çdo vit në fillim të shtatorit në sheshin qendror të Sydney Class, sheshi më i madh publik në Belgjik. Festivali ka nisur në vitin 1948 për të përkujtuar çlirimin e qytetit dhe për të përçuar një mesazh paqeje dhe bashkimi. Dhjetra balona shumëngjyrëshe, shpesh me forma të veçanta, ngrihen lart në qiell, duke krijuar një panoramë magjike që manit fëmijë e të rritur. Një vizitor komentoi: "Të shohësh balona duke fluturuar mbi qytet është një përvojë që nuk mund të harrosh kurrë." Festivali nuk është vetëm për shikim. Ai ofron aktivitete për të gjithë familjen. Kërcimi i gjallë i zambës mbushi sheshin me ritëm dhe energji, ndërsa lojrat për fëmijë siguronin argëtim të pafund për më të vegjëlit. Kafenet rreth sheshit u mbushën me vizitorë, sidomos të moshuar, që shijonin festen me qetësi dhe nostalgji. Një nga të pranishmit tha: "Më kujton kohërat kur qyteti mbahej ngjyrë për ngjyrë. Është një gëzim për të gjithë komunitetin." Dita përfundoi me një spektakël madhështor fishekëzjarësh, që ndriçuan qiellin mbi Sydney Class dhe vulosën një ditë të mbushur me gëzim, bashkim e argëtim. Ballon Fest nuk është vetëm një festë balonash, është një përvojë që mbetet në kujtesën e çdo vizitori dhe një kujtesë se magjia mund të gjendet kudo, në qiell dhe mbi tokë, aty ku njerëzit mblidhen për të festuar jetën. Për ata që planifikojnë të vizitojnë festivalin, Sydney Class është lehtësisht i arritshëm nga Brukseli dhe qytetet e tjera të Belgjikës me tren ose makinë. Sheshi qendror ku mbahet festivali është i qasshëm dhe ka hapësira për parkim. Për ata që duan të qëndrojnë disa ditë, qyteti ofron një gamë të gjerë akomodimesh, nga hotelet komode në apartamente turistike. Përveç Ballon Fest, vizitorët mund të eksplorojnë edhe rrugët historike të qytetit dhe kafet tradicionale belge, duke shijuar atmosferën e veçantë të Sydney Class.